Partia Demokratike ka probleme të mëdha me elektoratin e saj dhe me ato të ashtu quajturat që janë shumë kriminale, listat e mbyllura. Pse e thoni këtë? Nga momenti ja do ta them, nga momenti që harton një listë me kandidat për deputet të panjohur nga publiku, që aty nuk ke më zgjedhje, ke vetëm urdhër, do votosh këta që dua unë edhe pik, këta që do kapobanda, që është kryetari i partisë. Për mua kryetarët e partive janë kapobanda të gjithë pa përjashtim. Si të partive dhe të partitshkave. Janë e njëjta gjë. Ka 30 vjet kryetar partie ai Shpëtimi Drizi, 30 vjet kryetar partie ai tjetri thuaj këtë duash se në rregull je. Pra, nuk janë parti, janë grupe kriminale të organizuara, të legalizuara nga partia MAM, që është partia e punës e Shqipërisë, të cilës i shërbejnë në mënyra nga më të ndryshme dhe në sektor nga më të ndryshmit. Pra, s'janë gjë tjetërve se janë rrëke të vogla që bashkohen ose ndahen tek lumi i madh në deltë. Janë delta e partisë punës Shqipërisë, këto partitshkat. Po në fakt, kot lodhen, e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, unë kam thënë dhe në kanale të tjerë tek kolegët e tu, që zgjedhjet nuk do bëhen. Nuk do bëhen dhe situata politike, situata ekonomike, shoqërore dhe veprimtaria e krimit organizuar ka shtruar nevojë imediate që të ndryshojë komplet kjo klasë politike. Dhe do ndryshojë. Nuk do ketë më deputet nga këta që shohëm sot edhe kapardiset. Që sa marrin karikën e ministrit, ndrojnë makinën, marrin makinën më të shtrenjtë se kushdo tjetër. Pash para ca ditësh makinën e kryetares bashkisë Roskovecit. Modeli fundit të fundit, mbi 200.000, 300.000 euro. Ku i gjeti parat kjo më që blerë këtë makinë? Pra, vjedhjet, këta tani janë iki e sipër dhe vjedhin shtëmundin. Tani janë kapç të kapësh këta. Tani po të roburat të kapim, sepse nuk do ke zgjedhje, do shkarkohen, do ikin nga pushteti dhe do meten pa gjë. Avokat, ju thoni s'do ketë zgjedhje, do ikin këta të gjithë, po kush do vi, se këtu s'po shohim ndonjë forcë? Nuk po shef, po do shofësh. Nuk shef tani, po do shofësh. Dhe konkretisht do bëhet qeveria teknike, do përgatisi vendin për zgjedhje, do ndryshojë kushtetutën sërbe që kemi aktualisht në fuqi, sërbo-greke, se nuk është shqiptare, dhe do përgatisi vendin për zgjedhje, do ndryshojë sistemi politik nga republikë parlamentare në republikë presidenciale, me 80 deputet, 41 senator, këto që them unë janë plotësisht të vërteta dhe të orientuara dhe të marra nga burim tepër i sigurt. Kaq. Avokat, si u duket koalicioni i kryesuar nga zoti Berisha? Mos ma bëni më këtë pyetje mu. Është sport karavidesh more. Po si ore arrin deri kaq pa turpsi sa të bëhen në një koalicion të bashkojë Berisha e hedh vallën sipas çiftetelit grek, ja thash dhe do t'ja them tani. Që ai bën atë që i urdhërojnë grekët dhe bashkojnë në koalicion, dulen me Idrizin. Pra, harron dhe xeron çështjen çame. Shpëtimi Idrizi ka bërë me kohë, po e bën dhe Sali Berisha. Pra, Shpëtimi Idrizi është një tradhtar i kombit të tij, popullit të tij, i krahinës së tij. Është tradhtar, është i pabes. Dhe po ja them prap. Marrim Dulen. Vangel Dulen unë e respektoj, sepse është i patundur në partinë e tij, në programin e tij, në përkatësinë e tij etnike. E kam kundërshtar politik, nuk diskutohet, nuk ka urrëtie se kundërshtari politik nuk zgjidhet nga unë, por është në të drejtë në punë të tij, është në programin e tij dhe në udhëzimet e tij që merr nga Athina. Është në rregull ai. Ky nga i merr udhëzimet, ky Shpëtimi Drizi.
të kesh turpsh për ti Midrizi. Je tradhtari qamëve, je tradhtari atyre nënave dhe nuseve të reja që ushqar barku me bajonet nga Napoleon Zerva. Të kesh turp se ke tradhtuar gjakun e atyre, mira njerëzve. Vuajtje e atyre qamëve që i shikojmë akoma në për video arkaike, të vjetra, shumë të vjetra, që kanë hequr zite ullirit, janë torturuar dhe të merruar, janë djegur me zjarë me hekur nga grekët. Avokat, para 2-3 ditësh doli një sondazh të Euronews ku forcë të parë nxirrte Partinë Socialiste edhe forcë të dytë Partinë Demokratike. Shiko, ato janë dy parti të mëdha. Por në fakt janë e njëjta parti është Partia e Punës. Dhe pse them është Partia e Punës? Shqiptarët duhet t'i hapin sy dhe të dëgjojnë këto që i them unë dhe t'i verifikojnë, jo se i them unë, t'i verifikojnë. Si do t'i verifikojnë? Po a them unë. Në 21 prill të vitit 2008, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, do me thënë Edi Rama dhe Sali Berisha u morën vesh që të ketë të ndryshojë kodi zgjedhor, të ndryshojnë paragrafet e kushtetutës dhe të bëjnë zgjedhje tipike fashiste, komuniste, naziste. Që do të thotë, unë do kem sekret 26 veta të mos i di elektorati, por të votoj si parti dhe të tjerë pastaj kush të mbetet. Pra kjo është një tradhti, qofte e elektoratit të tyre, e kandidatëve të tyre që kanë dëshirë që të merren me politikë dhe të ecin përpara, të ndjekin karrierën politike, qofte edhe për qytetarin i thjeshtë. I thot qytetarit thjeshtë, demokratit, hajde voto ti për këtë blokun këtu. Se për blokun po voton, ose për zarfin. Do votoj për zarfin qytetari shqiptar. Jo për personin, nuk e di kush do jetë personi për cilin do votoj. Vota janë këto, zgjedhja janë këto, demokracia është kjo. Turp të vi të dyve, po veçanërisht Berishës. Pse Berishës? Sepse Berisha vajte ju fal Edi Ramës. Berisha e kërkoi këtë gjë për të garantuar ekzistencën e tij në politikë. Nuk do jesh në politikë se Sali Berisha ta kam thënë në kanale të tjera dhe mbaj mend. Nuk do bën zgjedhje, nuk do hysh në politikë, do futesh atë të ke vendin. Ti je për në burg zotëri. Ti ke bërë krime ekonomike dhe njerëzore sa të duash kundër njerëzimit. Ke përgjegjësi të jashtëzakonshme. Do apo s'do ti? Avokata, do ndryshoj qasja e amerikanëve me marrjen e Berishës për një nga drejtuesit e fushatës elektorale e Donald Trumpit? Çfarë kuptoni ju me fjalën me pozicionin drejtuesi fushatës? Se këtë s'po kuptoj juve shqiptarëve dhe juve mediave. Edhe ty, përfshi dhe ty aty. Që kupton të me këtë? Që ka drejtuar fushatën elektorale, qa pastaj? Mund të jetë një urlidhse me Donald Trumpin. Zotëri, ai është një biznes. Pikërisht. Dhe biznesi paguhet, bën atë punë për të cilën paguhet. E pagoi Donald Trumpi, i bëri fushatën, miropafshim, shihemi në zgjedhjet e tjera. Nuk është person politik, zotëri. Nuk është funksionar politik. Por është parë shumë afër drejtorit të CIA, shumë afër kabinetit të Donald Trumpit. Edhe një fatkeqësi tjetër e mediave shqiptare. Po të panë që i afër presidentit, thonë, ty të ka presidenti vëlla. Që bëni mërë kështu? Presidentit i afrojnë 10 njerëz, 100 njerëz. Kjo nuk do të thotë që i ka njerëz të afruar të besuar të ti. Megjithatë, nuk ka asnjë shans që ky si Cincoro, si ka ky, si di emri këtij që ka ardhur, nuk ka asnjë shans që të bëj fushat elektorale, sepse thash nuk do bëjë zgjedhjet, por mbi të gjitha ka një pyetje për shokun Sali. O shoku Sali, ku i gjete parat që pagove këtë që do të pretë të bëj fushatën? Ku i gjete $2 milion? Se e ka marrë $2 milion është paguar. Kjo është vërtetuar nga Amerika. Ku i gjete parat ti që i pagove? Se ti thua s'ka para. Atëherë këto para nga ka dalë. Pra që këtu s'ka nevojë të shkosh tu të hetosh për Sali Berishën. Ku i gjeti para që pagoi këtë organizatorin e fushatës zgjedhore, që kote bën se nuk do bën zgjedhje, e thashë përsëris, dhe tallën me lekët e shqiptarëve. Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, domethënë atë gjysmën origjinale të Partisë Punës, unë i kam pasur i kam dhe do t'i kem armiq të përjetshëm,
sepse në 66-ën Partia e Punës mua më dëboi nga Tepelena më çoi në Golëm të Kurveleshit. Në shi 3 ditë rresht në shi. Pas një lloj as tre, as pron, as një. Kishin vetëm 2500 lekë të vjetra në xhep, kaq kishte babai. Dhe atë parti unë nuk e bëj kur. Sali Berisha dolli që ishte kundër asaj partie dhe unë e kam mbështetur nga në thënjëshi deri 2005 vija sa herë që kishin fushat. Por nuk e dija unë që Sali Berisha punonte për grekët. Nuk e dija unë që ti zoti Sali ishe Juda. Juda mor Juda, ti je Jud në të djathtën shqiptare. Ti ke marrë urdhër dhe ke marrë direktiv nga sërbët e ati Fazliçi që të erdhi aty dhe në paraqitje dhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Ke marrë urdhër nga ata ti që të shkatërrosh të djathtën në Shqipëri. Ke marrë urdhër nga ata që të miratosh ligji 7501 se je ti që deklarove dhe the nuk do risjellin prap latifondistët në Shqipëri. Apo ke harruar këtë deklarat? Ta kujtoj unë, o kujtoj dhe shqiptarëve këtë deklarat që ke bërë. Pra ti je armik i këtij populli, ti je armik i qytetarëve shqiptarë, ti je armik i simpatizantëve të Partisë Demokratike. Po nuk kanë sy të ballë që të të shikojnë dhe të dalën dhe mire kanë, të vazhdojnë pas teje. Për ashtu ata që ti ke korruptuar dhe janë bashkëfajtorë në krimet e tua, ata nuk të ndahet, nuk diskutohet. Dhe ti ata ke futur në listat e mbyllura. Shqiptarët nuk e din, demokratët nuk e din cilët janë. Megjithatë, praktikisht unë e quaj zero dhe fushatën që do bëj ose që ka ndërmend të bëj dhe ekzistencën e këtij tash u quajturi koalicioni turpi, po koalicion Karavides, është koalicion ai të sjellësh ti jeni sherin në koalicion, të sjellësh kujtim gjuzin në koalicion, të sjellësh të tërë këto partiçkat. I mlodhi të tërë, mori një fshes me korant, i futi në atë aspirator, i futi në qese dhe i ka aleat në koalicion. Nuk ka koalicion. Është koalicion i turpit. Është koalicion që e diskreditoi përfundimisht fytyrën e Sali Berishës në elektorat dhe në sytë e popullit shqiptar. Unë ja them, ja kam thënë, po i them prap, ndash të dalë vetë të debatoj me mua, ndash të dërgoj një nga politikanët e ti më të mençur, teoricienët këtë cilin të doj, ta delegoj të vi të debatoj me mua lidhur me figurën e ti dhe me ato për të cilat do akuzohet dhe që s'është akuzuar akoma publikisht. E akuzoj unë publikisht. Sepse do marrë 2 objekte që janë të pakontestueshme, si konteston dot. Kishim uzinën e telave të Bakrit në Shkodër. Uzinë që punonte me bakër të nxjerrë nga dheu i Mirditës, nga Rubiku, fabrike Rubikut, bakër blister, nga bakër blister, bakër elektrolitik dhe elektroteknik dhe prodhonte tela bakri sa eksportojnim në të gjithë botën. Pra ishte një uzinë me qark të mbyllur. Një kjo. Uzina e instrumentave të Korçës. Instrumentat e Korçës, instrumentat prerës qarkullojnë edhe ushqiten në gjithë botën, në gjithë vendet e botës. 2. Kombinati autotraktorëve, që mund të prodhoje çfarë do makine që të doje ti për jashtë llamarinën, po pjesët gjenerike motorike i bëjen të përkryera në uzinën traktori. U bën 3. Pse i mbyllën shoku Sali? Përse i mbylli? Me ç'urdhër i mbylli? Ç'a humbje i krijonin ato popullit edhe ekonomisë? Pra këto janë krime. Unë thash këto, po janë me qindra të tilla që i ka bërë dhe është përgjegjës vetë direkt si ish kryeministër në pushtet. Vokat, po si shpjegoj që akoma ka njerëz që e duan Berishën? Janë budallë. Jo, ua them, janë budallë, nuk kanë sy në ballë. Ose janë të blerë, janë të paguar. Unë kontaktoj për ditë me demokratë. Dhe demokratët fillimisht më kanë pritur me shumë armiqësi. Tani demokratët kërkojnë informacion nga unë dhe kërkojnë sqarime dhe unë ua kam thënë dhe njerëzve të ndershëm u shëmbushur mendja që Sali Berisha është tradhtari i tyre. Dhe fakti penal, po e quaj, në dorë të tyre janë listat e mbyllura. Pse i mbylli listat? Çka? Pse s'bën zgjedhje të rregullta? Është Parti Demokratike. Atëherë demokracia kjo është.